procesit. Kjo është pika bazë. Dhe aty pas e do dalë shumë. Zbatimi i projektit do të lutem shumë tani. Zoti Ali Mehmeti, zëvendës kryeministria e qeverisë Rama 2 në një deja vu mbase nëse do ta quani të tillë, edhe me atë çfarë ndodhi me Arben Ahmetajn, është e pezulluar nga detyra. Politikisht, si e keni lexuar në Selin Blu? Po. Të falenderoj për pyetjen. Absolutisht ky është një rast i parë, sepse është në detyrë. Dhe në fakt morali politik do donte që në radh para jo vetë jep të dorëheqjen. Momentin që u more pandehur. Ne dim që morali politik nuk ekziston aty ka ajo parti, e dyti morali politik i takon te kryeministrit, që ta shkarkonte. Momentin që ka marrë akuzën, momentin që ajo s'jep dorëheqjen. Edhe ky nuk e shkarkoi dhe u desh tashti GKK-s ti mësoj moralin politik se si funksionon kjo. Dhe kjo duhet të ishte bërë më herët. Duhet ishte bërë që në moment parë, në fakt themi drejtën, ose më saktë, duke qenë se këto gjëra nuk është se ndodhin ditën e fundit, dieshin që përpara ndoshta Edi Rama mund ta kishte evituar gjithën këto duke mos e emëruar në 11 shtator, siç e emëroi dhe kishte ndoshta më thjesht nga ana politike. Por fiet janë shumë të shkurtra dhe lidhin direkt zëvendës kryeministrin me kryeministrin, se nuk i ka bërë vetëm, sepse tash nëse të gjithë këta hakan kumblla e dardha mbas kurrizit të kryeministrit dhe ky s'shef gjë, s'din asgjë. Minimalisht është i paaft. Do diskutojmë edhe për raportin Rama-Balluku jo, në pjesën e dytë. Qofse neve kemi dy zëvendës kryeministra, një narrati, tjetrën që është marrë pasaporta dhe paktën me kushtet ligjshme nuk është se arratisë dot. Kryeministri ka përgjegjësitë e veta. Janë numra 2, janë dy njerëzit më të besuar ti këta. Në këtë rast zonës Balluku as nuk e ka shkarku, sepse atë paktën kishte shkarku pak më përpara zotin Ahmetaj. Nga ky aspekt këtu, morali politik do ishte pikërisht largimi. Pse? I njëjti pozicion që vazhdonte mbante detyrë ishte pozicioni me cilin bëri dëmin. Pra gjithë to dëme u bën pikërisht në atë pozicion aty, që do të thotë, a është e mundur të bëj dëme tjera? Po. Vazhdojnë firmat. Vazhdonin deri sot. Dhe në fakt GKK-ja ka nxjerrë vendimin, po është Edi Rama që duhet zbatoj, duhet ekzekutoj vendimin e GKK-s. Pra ne duhet shohim çik firmën e Edi Ramës që e pezullon. Sepse ka një vendim gjykate, po duhet firma e kryeministrit. Realisht do na duhet edhe një shkresë e kryeministrit thuat? Absolutisht po. Absolutisht po, dhe deri në këtë moment nuk e kemi. Duhet ishte edhe kjo automatike. Pra të ka ardhur vendim gjykate, nëse ka një zhvillim se erdhi që kanë lënë një mbledhje të Këshillit Ministrave nesër. Ha, ç'është ajo, të ka ardhur vendimi i GKK-s, mbyllet ajo. Po nuk e bën ministri me firmë vetë, bën Këshilli i Ministrave. Megjithatë. Shkarkimin? Heqim këtë lloj diskutimi. Një person i cili lihet në liri, ndërkohë që ka akuzë dhe mund të prish prova. Një person që mund të arratisë deri ditën e sotshme. Një person i cili mund vazhdonte dëmet. Dhe këtu tashti kemi një disproporcionalitet dhe pjesërisht u vu në vend. Pse ju a them këtë? Sepse në 10 shkurt nëse ju e mbani mend, u arrestuar Arion Veliaj. Dhe akuza mos gabohem ju ngrit me 23 korrik. Pra rreth 6 muaj e diçka më vonë. Dhe u caktuar në arrest me burg, masa e sigurisë. Për dëme, kujtoj shumë më të vogla në shifra, në krahasim me çfarë po flitet tu. Tash tu jemi distanca shumë të mëdha. Dhe kjo patjetër duhet të ishte marrë për arsyet që sapo folëm. Pra, mund vazhdoj dëmi, mund të arritise, mund të prishte prova e me radhë. Në këtë rast këtu nuk ndodhi. Nuk ndodhi me një herë, ndodhi me një distancë dhe ndodhi pjesërisht. Do ta shohim se si po ecë. Ama që përgjegjësitë janë gjitha mbi kryeministrin e Shqipërisë, kjo nuk ka asnjë vend për diskutim. Jemi duke folë për bashkëpunëtorën më të ngushtë të tij, jemi duke folë për shifra të rëndësishme, jemi duke folë për